partnerët amerikanë ka qenë shumë bashkëpunues me ne gjatë gjithë kohës, gjithashtu kjo stërvitje ka shërbyer për të rritur aftësitë tona pilotuese dhe për të qenë gati sa më shpejt në operacione luftarake që mund të ndodhin në fushë betejë. Kjo stërvitje është një risi për vendin tonë, duke qenë se ne me helikopterat Black Hawk po shkojmë në modalitetet të tjera të kapasiteteve ushtarake. Është një mundësi për rritjen e aftësive të ekipazheve tona për të kryer operacione dhe për të furnizuar pa ndaluar helikopterin, pa e fikur atë. Pra, ulemi, furnizohemi dhe lëvizim. Nëse misioni nuk lejon shumë kohë, nuk ka kohë për pritje, ne ulemi, furnizohemi pa ndaluar dhe shkojmë përsëri në zonën e operacioneve. Krijon vazhdimsi më të gjatë, më të madhe për të mbështetur operacionet të trupave tona dhe është një hap i rëndësishëm në bashkëpunim me aleatët tanë, sidomos aleatin amerikan në këtë rast, që jo vetëm që e rrisim të kapacitet, por një ditë nëse gjendemi në të njëjtët teatër operacionesh luftimi, ne mund ta kryejmë këtë mision. First, we want to say thank you to the country of Albania for having the United States in our C-130, our HC-130 Combat King aircraft. The importance of this exercise was building the relationship with the Albanian Air Force. First and foremost, it was the first time to practice FARP operations, which is a specialized refueling. And it's an incredible capability that when you're able to master that, it helps allow combat power to get projected closer to the, so that you can do operations and get people out to the fight quicker. Excellent. This was their first time doing forward area refueling operations, and I can honestly say I've seen many militaries, including our own, and the Albanian military was absolutely professional, and we were so lucky to work with them. Yeah. We'll make sure it's hooked up there good. Everything is I haven't seen it at the right